Ku ndodhen prindrit e tu, Bir? Ata jetojnë në Adana, teze. Nëse të marrin në telefon, falenderoj shumë të dy. Kanë rritur një djalë si Luan. Zoti qofti kënaqur me të dy ata. Doa them, por e rëndësishme tash që ju të bëheni mirë. Ta merrni veten ju. Shpresojmë, Bir, pa çfat birim. Çfarë do që të bëj nuk ta shpërblej dotun. Mos toni ashtu. Ju jeni nën. Çfarë do që të bëjmë ne nuk u shpërblim dot hakun. Më dëgjo birim. Për Zotin, nga goja jote del vetëm njalpër. Ne ende nuk kemi ardhur te pyetja kryesore. Zoti Ashare dërgoi vajzën në fshat që ta largonte sa më shumë prej teje, kurse ti u shfaqe menjëherë pranë saj. Çfarë halli ti ke me të, birim? Po të mos ishte Jazi, nëna ime do të kishte vdekur te Zerazie. Mos e thuaj kurrë atë fjalë, moj bia ime, ç'është kjo përmendje e vdekjes dhe kështu gjërave? Mos po gënjej. Atëherë çfarë pune ka nëna ime këto? Mirë. Nuk është vendi këtu për të diskutuar këto gjëra. Kështu. Nëse më lejoni un po ik. Ju pushoni mirë. Nëse keni nevojë për mua, nuk ka vëlla. Nuk ka. Ne jemi këtu. Hajde, nisi ik ndal nga dal. Hajde. Edhe një herë faleminderit, Bir. Zoti ti plotsoft të gjitha dëshirat. Faleminderit. Kujdesuni shumë për veten. Edhe unë të përcjell. Jaz, në fakt nëna ime ka të drejtë. Nuk mund ta shpaguajmë atë që bëre. Tani, mos ja nis edhe ti, Eylül. Nuk më keni borxh asgjë. E them të drejtën, nuk më pëlqejnë këto ndarjet. As mua. Por shikoja anën e mirë. Të paktën tani më nuk ka nevojë të fshihemi apo të ikim. Po. Shiko, të jesh i sigurt, nëna do të bëhet mirë, do shërohet. Shikoj e mirë se si fitohet zemra e një vajze. Ky djali ja mori mendjen nënës, ndërsa vajzës ja vodhi edhe zemrën. Kurse ti vetëm rri edhe shikon këtë gjë. Duhet t'ia gjem një tëmet këtij rrugaqi, biri, ma e kupton? Ky djalë do ta marrë këtë vajzë. Kurse ti vetëm do i shikosh që nga larg ata të dy. Mos më bëj të ulur ras para njerëzve. Më ka i për gjaku në kokë. Nuk kam dërmend ta lëje e Lyli në duart e atij djali, por na duhet të gjejmë një zgjidhje. Sa shumë gjëra pas ka ndodhur. Këshilli disiplinor, videot në internet, shkuarja në Izmir. Shkova 3 ditë në fshat të përmbys bota. Gjithsesi, gjërat rregulluan disi. Nuk i kam, jemi këto. Po, Zani, vërtet nuk do të takosh më me ta? Si do ta përballosh? Do mësohem. E di që do të më dhem shumë, por do ta përballoj. Nuk kam zgjidhje tjetër. Kuptova zemra ime. Më lër mua tani, ti tregon. Nëse Jazi erdhi deri në fshat për ty, duket qartë se ai të do. Edhe ti e do atë, Çfarë ndodhi tani? A jeni bashk? Asla. Unë i kisha imagjinuar të gjitha fare ndryshe. Do të ishim të dyja shumë të lumtura, nuk do të mërziteshim. Tani ti kur je kështu, çfarë të tregoj? Nëse nuk jemi mirë të dyja, nuk ka asnjë kuptim. Mos ja fut kot? Mirë jam unë. Vetëm se më dhembi pak zemra kaq. Por edhe kjo do kaloj pas 2 ditësh. Do me thënë, besoj se do kaloj. Nuk e di. Ja këto.
U gëzova shumë që u ktheve. Këtë ishte shumë mërzitshëm pa ty. Edhe unë jam shumë e lumtur që u ktheva. Pas fshatit, këtu më duket pak zhurmshëm, por s'ka gjë. Po ta sjell kafen. Mendoj se dikush ka lënë lulet aty për ty. Këto janë për mua? Nuk ishte nevojë as. Thjesht desha të provoj diçka. Prandaj ti bleva. Çfarë deshe të provosh? Sa më shumë të shikoj nga afër, aq më e bukur më dukesh. Është shumë e çuditshme. Në çdo pjesë të fytyrës tënde, në çdo vit të saj, fshihet një bukuri që pret të zbulohet. Ashtu si lulet. Kur afrohesh e kupton sa të bukur janë. Thjesht desha t'ju shihja. Mendova se nëse të shihja pranë njëra tjetrës, ndoshta do më shpërqendrohej mendja. Mendova do shihja diçka tjetër përveç teje. A funksionoi? Fatkeqësisht. Vetëm harxova para kot.